Leoni të hapin kampanjën zyrtare të Uber International Smart School. Ndërkohë, se ishte një interferim nga studio. Do me thonë, por më pas pati sinjal se kjo mund të mos ndodh ose të shtyhej, për këtë arsye Berlini po kërkon opsion që të blej vetë këto armë nga SBA-ja, nga ka investirimi strategjik, pra Gjermania argumenton se Rusia ka rritur kapacitetet raketore dhe ushtarake dhe Evropa ka munges armësh me rrezet të gjata dhe prania amerikane mbetet thelbësore për sigurinë evropiane, ndërsa këto tema do të thonë po bëhen për faktin edhe nëse e shohimi me zhvillimet, siç thamë, siç tema bloku pra në vizita e Trumpit në Kinë, pra këtu do kemi një qasje tjetër, Evropa po reagon duke kërkuar si shtash autonomi më të madhe ushtarake dhe politike, dhe ndërsa është në Gjermani tani gjithë këto çështje që po flitet ushtarake, ka dhënë vend edhe deklaratë e Friedrich Merz se nuk do të sugjeronte fëmijëve të tij që jetonin në SBA, dhe kjo ka hapur edhe konfliktin tjetër mes ose komunikimi jo të duhur mes Merzit dhe Trumpit, dhe këtë e bëri me të 15 maj. Do më thonë, elitat evropiane thot ai se po e shohin Amerikën në fakt si model stabil, më shumë si një partner të paparashikueshëm, siç e shohin tani gjermanët Trumpi, dhe tërheqja e pjesë me trupa amerikane nga Evropa nuk është vetëm çështje kursimi, është një sinjal që Washingtoni pret që Evropa të mbajë më shumë barë ushtarake. Vetvetiu edhe fokusi kryesor amerikan po bëhet, siç e tham nga folësit, Indo-Patsori dhe Kina, dhe çdo diskutim për ulje prezent në Poloni dhe çështje tjera. Po, Misha, përpara se të kalojmë tek vizita e presidentit Putin në Pekin, cili ose si u përjetua nga qarqet politike dhe nga mediat ruse vizita e presidentit Trump, apo më saktë ato pa konkluzione që u bën publike nga vizita e presidentit Trump në Pekin? Këtu në Moskë reagimi ka qenë një interes rreth sigurisht takimit, si në mbar botën, me interes dhe me kuriozitet mediat ruse po mundohen të zbërthejnë takimin me Xi Jinpingit dhe Trumpit, dhe për momentin është vërtet që nuk kanë dalë, nuk kanë pluskuar, le të themi më sipër përfundimet e këtij samiti. Por nga ana tjetër, jo shumë kohë më vonë, neve mund ta kuptojmë vetë në që sa kanë arritur të bien dakord me njëri tjetrin përveç blerjes së 200 Boeingëve amerikanë në Kinë, përveç këtyre se sa larg kanë shkuar marrëveshjet mes Kinës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një letër lakmusi këtu mund të jetë, po është situata në Iran. Në qoftë se situata në Iran do të agravohet, kjo tregon që Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë rënë dakord për zgjidhjen e problemit të ngushticës Hormuzit dhe të Iranit. Sepse siç e dim, Kina qëndron fort mbas Iranit dhe mendoj që Xi Jinping është munduar dhe është përpjekur për të rregulluar situatën, pasi sigurisht në mënyrë të thotë Kina është interesuar direkt e këtij konflikti, duke bllokuar ngushticën e Hormuzit. Kina nga një anë, domethënë, privohet nga ajo 20% e naftës, domethënë që edhe fluksit furnizimit të naftës që vjen nga Irani, nga ana tjetër kjo mund të sillte edhe një ndikim në rritje të Rusisë mbi Kinën. Pra duke dyrojë të furnizojë akoma më shumë nga Rusia, për më tepër që Venezuela është një kapitull i mbyllur për Kinën, të paktën kështu duket. Pra kjo është një temë. Sigurisht Tajvani ka qenë një temë, domethënë e prekur haftazi, sepse dije që do prekej, nuk mund ta mënjënonin dhe ta injoronin këtë temë të dyja palët, por këtu ka mirë kuptim besoj, dhe biles udhëheqja e Tajvanit reagoi në mënyrë, le të themi, të irrituar, që nuk janë kinezët ata që vendosin statusin tonë ndërkombëtar etj. Pra ka pasur, por gjithsesi mendohet që Kina, pak shumë mendohet dhe këtu, nuk është e dhënë për të agravuar situatën, për të përkeqësuar, domethënë për ta sulmuar Tajvanin. Për mendimin, domethënë, e gazetarëve këtu, Kina nuk do ta bënte kurrë këtë gjë. Është një shembull, domethënë, i qartë që me Hong Kongun, që
me durim të gjatë, Kina e bëri domethënë pjesë të vetën, por pa e cënuar domethënë situatën ekonomike, rendin shtetëror dhe tashti domethënë kjo mund të shërbejë edhe si një shembull që Tajvani mund të integrohet në, le të themi, në Kinë, në bashkohore, por pa prekur statusin e vetë, domethënë që është një status shumë interesant dhe mos harrojmë që gjysmë përquesit, domethënë kryesor në 50% e tyre prodhohen në Tajvan, gjithashtu dhe që shkojnë nga ana tjetër edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra është një industri goxha e zhvilluar. Pra, këto janë dy kahët kryesore. Mirë po, kurioz është tjetër gjë që vizita e Putinit në Pikërisht, këtu doja të pikërisht këto gjëra të tjera, shkurtimisht të lutem Misha, duket sikur kërkohet një analizë nga ana e Putinit apo një informacioni dorës së parë se çfarë është diskutuar konkretisht për zhvillimet globale gjeopolitike, por dhe nga ana tjetër për të konfirmuar aleancën strategjike mes Rusisë dhe Kinës? Kjo sigurisht shumë e drejtë, domethënë ky vëzhgim dhe qasje, nga ana tjetër mendoj që mund të ketë edhe një le të themi peshqesh për gjeopolitikën ndërkombëtare, mund të kemi një akord trepalësh për kufizimin e armëve bërthamore dhe raketave për shembull me rrezet të gjatë veprimi. Kjo mund të jetë, domethënë, sidoqoftë një çështje shumë interesante kur vetë superfuqit kufizojnë, domethënë, le themi, trafikun e armëve bërthamore, kjo është me shumë pozitivitet për të ardhmen dhe për sigurinë ndërkombëtare. Nga ana tjetër, ky është një mesazh që mendoj që Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i japin Iranit, sepse as Kina, as Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë të interesuar që Irani të ketë armën bërthamore, pavarësisht se Kina është aleat de facto i Iranit. Askush nuk, as Rusia nuk e dëshiron. Pra, në këtë pikë se superfuqit janë dakord dhe në rreth kësaj teme ato mund të bëjnë një deklaratë të përbashkët, mund të ketë pika të ndryshme të përbashkëta ku ato bien ujdi me njëra tjetrën. Dhe në përgjithësi, takimi në Pekin ishte një gjë pozitive që do të ndikojë pozitivisht në marrëdhëniet ndërkombëtare. Po, Melazim, doja opinionin tënd shkurtimisht të lutem për sa i përket asaj çka tha Misha, po shihet me frikë nga analistët e gjeopolitikës globale pikërisht ky afrim i Kinës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndonë se ti e thej që nuk kanë dalë ende rezultatet konkrete, por frika qëndron që tashmë përtej Rusisë, aktori i rëndësishëm janë përtej Shteteve të Bashkuara të Amerikës është edhe Kina dhe mund të arrihet në një duopol dhe ky ka shkaktuar tension në gjeopolitikën globale.